keqo, rika nisve pije, aty është kapetur dojrije, ku ma një, a qorin e zi. Përshëndetje Edi. Përshëndetje. Ç'kë është ai kerri I famshëm, a? Ola, bashkë kë. Hajde për hajër, super makina. Qysh je? Si jene A je mirë? A je njodh? O gjodha? Qëtë? Qysh jeni? Apo na kallëzën? Mas jena ashtu të kerri paka shumë për që të kerë so komentu shumë për rrjetet sociale. Po, kitë kërë e ko morë në takar. E ko morë me qërotë në takar kuqi. Për ndryshe 35 euro ditën. Me njëftësi zakonisht japi edhe për 30. Po me njëftësi japi edhe për 30 euro japi ditën. Pas ka shtrajt? Ja, nuk është shtrajt. Jo, kjo është... Këmbo për qefi tam. Këmbo komponu... Dhurat vetës, a? Më falë? Dhurat vetës. I këmbo sakt, është dhurat për vetën, komponu, e këmbo, e këm shpërbli vetën me këtë dhurat, kjo është do më dhonë personalisht jame, që e këmbo une. Sa ka kushtu? Po në për cifra nuk kom qef për me fol, me pas ma bet për shifra, po zakonisht është I shtrajt shumë. Nashta që të pjesë që pishe karbon onë është mas, edhe për parën është Novitek, vi që të pjesë nashta soj banes në fushë Kosovë. Total, a shkan gjys milione? Gati, jo fix, po gati. Anja pa fshojre. Faleminderit. Për ma shumë, po shkojna mrena dhe folim edhe sa Në rregull, faleminderit shumë. Edi ka në Kosovë që sa të t'i ardhë? Jo marrë që një javë gjysë dy. Okej, zakonisht verën e kalon në Kosovë, a? Verën e kalon në Kosovë, po. Punët atje? Punët atje I kom lënë pak lugë, po për Kosovën I lë kretë. Okej, e dim që je shumë I angazhum, edhe punon shumë atje, bile e pam edhe kerrën jashtë, investim që ke bo dhurat vetës, me punë, te na paragjykon shumë njerëz që bojnë investime të tilla. Qysh e sheh ti këtë pjesë? Unë zakonisht çdo investim që e boj, investoj në veti, ja investoj në gjona materiale. Po jo çdo sen që është material që mu e prek, është investim I mirë, po unë zakonisht u lumtona njerë edhe këshyri që ka është mirë, që ka keq, që ka vlerë ose që mu më bjen vlerë, si rastin e makinës për shembull është reinvestim në mu, edhe reinvestim në kompaninë teme edhe në biznisin që e bëj, e kombinoj. Ka pas shumë komente dhe reagime kur e ke postu në rrjetet sociale, shumica kanë thonë që e ka marrë me rend ose për shet men, ose që e kështë thonë këtyne njerëzve? Po në zakonisht nuk jem një tip që mirëna, ose që e qoj kryt me komente negativ ose me njerëz që përdorin fjalë banale në për rrjetet sociale. Unë veç mu ju thom, puna e bën, nuk punon, nuk mu e bën, shumë thjesht, parja nuk vjen të flet. Apo na tregon ti shembullin ton se çush ka arrit në çet moshë që je 25? 25 po. Me bën një investim të tillë? Me punë edhe unë kom shkollë, edhe unë kom një shkollë të kryme, kom diplomë. Edhe unë kom pas një zanat si kretë që shë kanë një zanat, ose që shë kanë kry një zanat. Unë kom punu në zyre për ndryshe, jo mirë me sigurime. Kom kry shkollën për ekonomi, banka, finance. Edhe prej ati drejtimit, jo më gjujt në drejtim që kom pasu një interes. Edhe mas një kohë që kom punu, dhe me thonë, gjatë rrugtimit tam, gjatë karrierës tam, unë gjithmonë e kom pas një vizion për jetë, e kom pas një qëllim, edhe qatë qëllim e kom ndjekun e deri në fund. Po nuk do të thotë që e kom arrit qëllimin, kjo është nder qëllimet e mia që I kom pas nërmen, nder vizionet e mia që
që i kom parasysh edhe që i kom si ondër, edhe thjesht unë kur të punoj kom qef edhe me shpërbly veten, në çfarë do që mënyrë që është, kom qef me shpërbly veten, kështu që i uroj gjithkujt i uroj për m'ju arrit ondrat edhe qëllimet e tyre që i kanë, po punë nuk bën. A mendon që nëse kështë jetu në Kosovë, kështë mujtë mi pas qëto të ardhëna? Të unë nuk ka lidhje vendi, të unë ka lidhje vizioni, disiplina dhe fokusi. Të unë nuk ka lidhje në çfarë vend jena, edhe në Kosovë nuk është problemi këtu që s'ka pare, ose që s'ka likviditet. Këtu ki shumë kosovar, ki shumë shqiptar që e bojnë jetën këtu në Kosovë, që e kanë jetën edhe 100 herë më të mirë se sa për shembull unë, që sa për shembull dikush tjetër. Unë e besoj që ashtu, kom shoqni plot, kom rreth që për shembull nuk i kqyrin gjonat materiale, po kanë vizionin edhe më të lartë, po secili njeri ka ato të vetën, edhe një qëllimin e vet. Stili i jetës tonë komentohet shumë nëpër media, bilet krahasojnë edhe me një personazh tjetër, kallëzëm qysh i pret çdo komente edhe atë bojnë mu një kesh nëherë, a jo? Jo, përkundrazi, mu komentet që më shtrohen edhe që më buen nëpër rrjetet sociale, mu vetë ka njerë më vjen me kesh se jo puna që, hej, këqyrë se pas ka shkru, po për një me, ishe dokumentet që sharagë që për një me që shtin me kesh. Ka njerë ja boj edhe like, po nuk është fort që më interesoj mu komentet negative ose pozitive. Unë e kom një audiencë ku mujt me kriju edhe ku mujt me bo një audiencë internacionale mujt thëmë sa i përket biznisit. Edhe ajo është edhe arsyeja pse unë ka njerë në rrjetet sociale e kom dytërushme, se e kom biznis, e kom dytërushme me fol gjuhën angleze. Ka njerë ka njerë i shoh dokumente, kjo si din 2 lafër shqepe po donë anglisht, që si sanë, po nuk është që i marrë fort afer zemrës dokumente. Çka ju kështë thonë në gjuhën angleze, qëtash ketë atyne që të shajnë, ose të vendojnë për komente? Hello friends! Që kjo është zakonisht, është një fjallë që ka bo këgja buj në rrjetet sociale, po në thjesht jem shumë pozitiv. E kam energjinë pozitive, njerëz me energji negative unë nuk kam qef me najt një davulin me ta. Unë i kam njerëz të zgjedh, i zgjedhe njerëz. Po pse konsiderosh si një prej influencerave nështë ma të urrejton në vendin tonë? Se kështu live nuk je që ashtu? Po, se tim një edhe personalisht pak, pse i bojnë ato komente ose pse mu rrejnë, unë nuk e di as vetë, se unë jam shumë, unë e thëmë gjithmonë mos e paragjiko kur dikan. Para se me najt me to, ose mos e paragjiko dikan që shfaqet ai në rrjetet sociale, se dhe unë e kom pas rast që e kom paragjiku dikan në rrjetet sociale dhe më ka dorë krejt kontra. Edhe, dhe më thonë, qato sani i kom marrë dhe kom thonë ka dole se nuk është si cili njëri njëjtë. Tash në rastin tem, kom pas edhe shumë njerëz që i ka ra lafi me mu që aty për nej punë, edhe më kanë thonë ti ka krejt ndryshe live se sa në për rrjetet sociale, po nuk mund është ti mi janë ndryshu men gjithva, po kuptan, se nuk sështë. Ne e kena një far mentalitet, e kena qashtu, që kena qef pak mi gjujt do kungja, do komente, do sane. Po tjetrin mirë. Është keq, po është fakt. Edhe unë nuk e kuptoj pse. Unë mendoj, unë jam shqiptar. Kam 25 vjet. Unë nina për rrethit tam ose për njerëzve që kom pas punë, unë nina si djalë shumë e respektum. Unë rrjedhi për një familjes shumë të respektum, rrjedhi për një familjes që edhe në të na matët fjalla, po më rëver, buri matët për fjallet, e na edhe qashtu është. Unë jem një djallë shumë i sinqert, shumë i drejt për drejt, nuk ja du të kjeshen kërkujna, se s'kam interes. Unë e thëmë gjithmonë, kur mos pret për atina që i ka punë mirë, kur mos pret që të bëndëm. Kur? Se nuk ka interes. S'ka interes me prish jetën e vetë. Adin për diçka të vogël.
Prandaj unë nuk e kuptoj. Unë i kom bo ato sanet e mia, jem koni fokusum, kom punu, i kom lon do sane onash njëherë për njëherë, ja kom një ka qëllimin tam, jem koni fokusum, edhe thjesht e kom arrit qëllimin tam. Tu bo mirë, në kur kërës kom bo, ku ku mujt me një mu, kom një mu, adin kur ka nevoj, që njerëzit edhe nuk e din, po në thjesht do sane nuk kom qef shumë i bo publik. A ka pas momente kritike tuat kur je keq, qa bën e di? Qysh del prej qasta gjendje? Unë kur jem keq zakonisht, unë e pështet në të Zotit gjithmonë. Unë çdo san që e kom arrit, çdo san që ja filloj me bo, unë e pështet në të Zotit. Unë gjithmonë nuk, të unë nuk ka fat, të unë nuk ekziston fati. Të unë ekziston veç puna edhe Zoti. Punën që përblen Zoti, nuk punën s'ka qatë një mënë. Se thjesht nuk mundohesh për diçka. E unë zakonisht kur të nina keq, unë shqyqur Allah e kom nonën, e kom babën, e kom vllaun. Kur t'jam keq zakonisht i kom edhe adin kështu familjar që kom qef me shpenzu kohë me ta, e kom një shoqni të mirë, e kom një rreth të vogël që thjesht dal me ta hec, që kom qef me pina e kafë me ta dikun, thjesht i hekja ato të këqijat. Edhe jem bo disa fjalë të famshme prej te, për shembull broke. Broki. Yes. Broki. Po, unë ato fjalë i përdori zakonisht kur dikush flen gjë më nën. E ankohet. Njerëz që ankohen unë si kam qef heq. Sa të ankohesh, ma mirë qupe gjumit, po na bën diçka, lëviz diçka, bën çarkullo. Edhe mos me nxjerr kur gjë bile edhe në çarkullo. E zakonisht unë përdori atë fjalë për ata që ankohen, pse se kanë po s'bojnë kur gjë. Ajo fjalë është tipik për ata, apo më vesh, është për ata që ankohen për diçka, po edhe nuk punojnë. Po ankohen, apo më vesh. E ankesa nuk është e mirë. Ankesa nuk është e mirë, se thuhen është një farë fjalë popullore, ti elhamdulillah shnetën e ki, familjen e ki, shnash je, pse po ankohesh për çka? Kur ta kqysh hollë o fjala. Ndoshta se kanë vakt. Kanë vakt edhe ankohen. Po vakt ka gjithkush. Po sa të ankohesh më mirë që është edhe punën. Nxjerr diçka. Po du me të pyet edhe për një sen që besoj e ke pa në rrjetet sociale, një ministre serbe, një deklaratë që u bë shumë e madhe në rrjetet sociale, që ka thonë që të shakon në vend të Miloševićit në atë kohë kisha pastru Kosovën etnikisht krejt. Qysh e komenton ti? Kush është ajo? Ministre serbe. Ministre serbe, më bakon ajo, kush Vučići? Me paskon ajo Milošević. A Miloševići më bakon? Bukon lufta në Kosovë. Po. E kisha pastru Kosovën komplet. E ku është ajo tash? Ajo tash është në Serbi. Në Serbi, shka të bëj ajo? Punon që aty në qeveri të Vučićit. Punon. Ani mirë shumë thuj. Po vallai thuj fatkeqësisht si je. Po nuk je s'ki shka bën. Fol kat. Na jena shtet. Na jena me neve shqiptarëve nuk ka. Na kena luftu deri në pikë të fundit. Edhe luftojmë sa herë ka nevojë. Kosova, Shqipnia. Na njëjna, sa herë ka nevojë, na jena këtu. Kena këtu që u kriju. Njerëz më të fuqishëm në vendet i kena hala gjallë. Po le ta provojnë. Nuk po di çfarë më i thon asaj. As nuk e një, na shtam një e mu po nëse një. Ka mundësi që një. Sigurt. Nëse kishe me qenë në moshën që je sot, në vitin 99, 98-99, a kishe me shku, me luftu edhe me qenë pjesë UÇK-s? Unë jam kogja prej vende që rrjedhë është një vend që është bo ndër masakrat më të mëdha në krejt Kosovë. Jeni koshare, edhe unë jam patriot edhe jam krenar që jam shqiptar. Kam 25 vjet, po unë me të thonë po, gjuhët publike ja po rran. Me të thonë jo, qysh ki po thot jo, kështu që unë nuk e di. Aty nuk mujtë thamë, unë e për veti, unë jam kogjan patriot në do aspekt në do sene, se edhe familjen e unë e kom pas edhe pjesëtar të familjes që kanë marrë në pjesë në luftë, edhe që kanë ndru jetë. Po unë për veti personalisht, po unë kom qef me mbrojt vendin tem, se unë për shti vendit jam,
Unë këtu e qoj shumicën e kohës, edhe unë asnjë shtet në botë nuk e kishë ndru me Kosovë. Të flasim pak për pjesën rozë, që njerëzve intereson mas shumë të jenë. Okej. Po du me të pyet për raportin tënd me femnat që e ki shumë privat, që nuk ndodh shpesh një personazh si ti mës me pa shpesh me femna. Qysh ja del mu më shef, në thojza? Sa i përket jetën private, po në thëmë gjithë femnat edhe para s'kallzon kur. Edhe nuk është marifet, nuk është ajo punë marifet ose krenari me kallzu që jam dalë me nej femën ose diçka. Unë nuk, si jam ai lloj tipi, unë jam një tip atë pak më privat. Kom qef një mojtë sandet pak ma jashtë skenave, behind the scenes. Kështu që është më interesant ku ndodh një san e mbrapa skenave se sa kur ta shesh. Kështu që nuk është në farë. A në shtapë se s'ke pas në lidhje serioze deri sot? Jo, unë kom pas lidhje serioze, edhe unë kom djenja. Unë kom djenja, po është problemi, po edhe lidhjet serioze zakonisht i kom mojt pak ma privat. E pse kam përfundu që të lidhje serioze, e ka një dashurum në herë? Po normal që më ka një dashurum. Tash gjenia femërore është një san shumë i butë, shumë i mirë. Normal tash Zoti njeve na ka kriju me kriju familje, me çuni jetë, sistemi pak ma popullor. Okej, a je në lidhje për momentin? Unë në lidhje nuk jam, jo. Po nuk kam për momentin as kohë për me qenë lidhje, se jam kohë që i angazhu me biznes, me sane, nuk kam kohë, se ditë sotit kërkojnë shumë kohë me dalim atje, dalim këtu, nuk kam kohë për asnjë sene njerë. Se thjesht kam qef me ndërtu jetën time njerë para se me mujt me financu bashkëshortën time. Mi jep kohë. Okej, e përmene bashkëshortën kur esha vetën të martum në shtatë? Unë A në shta je i martume nuk e dina në heq? Jo, nuk është ashtu. Unë qefi jam, i shkon më t'ju bakon i martume me pas fëmi, po është problemi i kohës sot. Shumë zet, nuk po na lën mu dashuru njeri duhur. Le ka dimre flat ditët. Po ka mundësi, nashta ka dimri, nashta edhe mundet më kohën edhe pranë vera, vjeshta qështu. A je kështë tip tradicional me këse adete, tradita? Kogja jam tip tradicional, i kom ato rregullat e mia. Dasëm a ke me bo? Po, kësë me dasëm, kena me bo, kena me kollë kur djenë vakti. Besoja si dasme s'kan pa shqitarët hala. Ka pas të lefar dasme, ka pas me kerrekolje, ka pas me helikoptera, po unë e kom me bo diçka shumë special. Me çka? Kur djenë koha kismet për i Zotit. Kur ta gjoj fatin e duhur. E nëse se gjon heq? Po nëse se gjoj valloj atëherë im shojmë fillit. Po du më lidhë që të në sen që komentu shumë kove të fundit, është Gjuli Shtatzania që e ka bo ma IVF pa një partner. A je pro a kundër? Nuk është që e një Gjulin. Si fenomen, a e mbështet, a jo? Qëre, për mu le të bën, jo ajo. Po, do me thonë për mu doktorët krejt hecin, s'ka mu heq doktora, për mu le t'hin me shprica krejt. Mu nuk me intereson e pjesë. Si cili njeri e ka jetën e vetë, e ka atë mënyrën e jetesës të vetë, që është dënë me jetu, është ka dënë me bu, mu nuk me interesojnë ato sanë. Unë e thjesht e këqyri familjen teme, jetën teme, lidhvizjet e mija, qëllimet e mija dhe u kry muhabeti. Le të bën shka dënë, jo roj fat, sukses e gjithat mirat në jetë, qofse ajo në jetë mirë me boat sanë, le ta bën, jo ajo po krejt. Mun sa nuk më prek mu dishka, unë jam jashta kornizave, nuk mena me këtë pjesë. Thjesht ju rrej fat. Qysh ka mundësi që je kogja tradicional,
Edhe je shumë në anën tjetër open-minded, je shumë i hapur me mendime që jo të gjithë e kanë. Edhe nuk i komplekse. Jo, unë komplekse nuk kam për shkak se kam vetbesim. Tash apet po dalim te vetbesimi. Komplekse nuk kam, besoj as një djalë, as një burr, s'ka nevojë me pas komplekse. Se je çaj që je dhe apo më vesh, nuk duhesh më një krenar me veten. S'kish ka e bën. Të flasim pak edhe për Big Brother, se s'muna me ik edhe asaj teme. Ke qenë 2 edicione rresht, mos kime hi prap? Jo, valla veç në hifra me punu në zyre tash. Ja, jëm boj shpis gati, po nuk e... Jo, thjesht edicionin e parë që jëm konë, nuk unë pak shkurt edhe nuk u konë... do me thonë qysh kom qëndrune aty me dhe nuk u konë mirë. Adhe në qysh e kom shfaq vetën jashtë. Po blek, se nuk jëm konë aj. Po tash në edicionin e dytë, jëm konë paka shumë vetja, sa i përket qetësisë, edhe jo agresivitetit që e kom shfaq në të parën. E qështu, po nisan zbon me arru publik, ju se ata që dojnë me ditë, që ato me thonë Big Brother ose shka do që është emision, është show. Tash jam një show, ka shumë sene mas, apo më vesh. Tash unë mu më njojnë si një tip aktor, ka që një aktor i fort. Jam aktor në shumë në aspekte. Shumë dimenzione, Po, në shumë dimenzion jam ka që një farë aktor i mirë. Po ato raportet me femnat në Big Brother, a kanë qenë aktrim, a realitet? Po ti e din, ti personalisht e din. Për shembull me Bien. Me Bien? Po me Bien nuk... Po me Bien, ajo gjysë në 12, si unë e njëjtë është. Nuk... Ajo edhe para Bigit u shfaq, adin, e ka punë, e ka profesion, nuk është që adin janë indi, shka. A ka pas seks mrena Big Brother? Po ajo dihet, po në thjesht nuk e transmetu. Po, a? Fatkeqësisht, për mu. Sa kështë dasht nuk transmetua? Unë, valloj, jo dasht. Po shumë sene tjere kom buar aty mrena që nuk jënë shfaq. Pse? Po pse, unë me ditë pse nuk të isha përgjigj në pyetje heq. Po nuk e di pse. A i ke pyet produksionin? Kom pyet do njerëz që i njohin aty, adin që kom kontakt. Po zakonisht jem në femna që punojnë që kom kontakt me to. Ato i kom pyet, edhe adin ma kanë kallëzu për ime më që ishin foto, kushtu adin që ka ndodhe, do sandën pra pas kena që unë s'ku mujt mi marrë vesh që mi kanë tregu masanej. Edhe ko që më ku një surprizum se nuk i kom prit. Kom prit unë e deti konë që ka dalavere, po denjë qatë pik nuk i kom prit. Kanë hek, shumë sane kanë hek, që unë i kom bu, që kom pas qef më transmitu, po si kanë transmitu. Arsyen pse nuk e di. Pas ka arsye me hi prap, mi bo që... Jam, apet nuk është tin. Sot jem unë e gjallë, nuk s'bojnë asi sane. Okej, përveç Bijes, ke pas afrimitet edhe me Dolçen. Pëlqen është ta? Qëre, dosë që është një femën, është një femër e mirë, është e bukur. është femër me klas, po edhe ajo i ka pas ato rëspjet e veta qysh me vërpru aty mrenda në shka me bo. Unë, shembull, unë para se me nis Bigi, unë kom ditë që është televizje me Itali e sene, se unë kom pas, unë Aladinin e kom shok, atin e respektoj kështu, edhe patën mi muhabet se kene një bashkëpunim me Itali, janë ai banor këne, janë ai banor shkon atje, edhe atin thjesht o konë, që ashtu puna pak, kom pak në sistem. Po masë që ka përfundu Bigo, a jeni taku ose a keni vazhdu shoqërinë ose më shumë? Është respektoj, ka jetën e vet. Ajo është sa e më kona aty mrenda u knaq, ajo më knaq, unë e çfarë. Po për këtë edicionin e fundit mas juve, domethënë, e ke përcjell besoj në rrjetet sociale në shtat pjesë të shkurta.
çifti Eliona Klodi që në botë çift jashtë bigut. Po. Janë komentuar shumë, janë gjyku, janë paragjyku. Qysh i ke po te mendon dhe a beson në lidhjet pas Big Brother? Shumë pyetje e mirë. Unë qëre, tash kështu a për shtatën, tash është mendimi jam personal, adin për shtatën, adin pse jo? Pse ja ka nis me anën, ja ka nis bashkë me pas mohabet, afërmitet. Pse jo, unë veç ja uroj, unë kështu të dyve ja uroj tanat mirat, sukses, fate krejt, shka dojnë ata. Po unë personalisht, unë gjithmonë thëmë qaj se del pi bigit që bën lidhje, maksimum japi sezonin, dhe në fund sezon japi ku. Unë personalisht, u qashtu jam. Edhe gjithmonë ka dalë analiza, tash jo veç në punë analizat e mia, sinjalet e mia që i kom për kriptovaluta, po edhe analizat njerëzore. Sa i përket dashurisë, më dalin kanjere, më dalin jo kanjere, po ko gjatë sakta. Se jom i provu më në shumë, këto aspekte, jas lidhe, ja pelqimi, jas pelqimi, ja femla janë e kënej, jom ko gjatë i provu. Për gjata unë po foli pej eksperiencës teme, që është unë e menoj personalisht nashta muj më konë edhe gabim, po thjesht është qështu tash qofse e kanë për një me, ata kanë mujtë edhe mu lidhë mramën, apo edhe nuk është koni, edhe ne far fenomeni kesh, ose dishka ne far, po, e kanë pas në ashtë arsyene, vetë s'kanë desht mramën, kanë desht jashtë me bo pak ma speciale, propozimi o kunë dikon tjetër, që është do gjë o kunë ma beti, pse jo roj fat edhe Elionës edhe Klodit, unë kum kalu me dytë kum kalu shumë mirë mramën, edhe pse jo, në qofës është diçka serioz, jo raj fat, në qofës është për show, e kanë lujtë shumë mirë, edhe në të lujtë shumë mirë, pse jo, edhe ashtu. Si që thash pare, nuk janë këto sanda që më interesojnë më vëllaj tybe, adhen nuk më hinë gjep mu heq. Letë bojnë qka të dojnë, për mu letë ndane, letë prishen, letë bojnë apet, nuk kam problem. Ka meritu lëndrimi si pas teje? Qure, për me bo ka bo. Ato nuk bën mija huq, për me bo ka bo ati mranda. Në ka shti tonëve me kesh, bëjke gjeste, bëjke zavancime, bëjke, është kogja komedi njeri tash. Për një me u kon edhe një arsye pse e kanë pëlqy publiki. Tash edhe unë e kom thonë gjithmonë, pa para gjiku. Unë e kom qef me fitu dikush që ka nevoj me fitu. Që e ka nashta gjendin financiare, që e ka pak ma dopt, kom qef me fitu se pse jo. Se mundet nashta me ndryshu jetën dikujna. Se unë për shembull për fitore, unë edhe ma për fitu, mirë, okej, po jo që kum pas nevoj, apëden. Qa kështë e bo me ato pare për shembull? Kur gjoj, ja kësha shti në bank vllavi tam krejt. Nuk më duhet, unë e punoj, unë i bëj ato pare, i bëj vetë. Nuk është që mu më duhet dikush, mu më duhet shembull me bo gjithçka, ose dikush e ka vetë, donë me bo qashtu, donë me bo butallakina, se ka problem, po unë për shembull nuk muj me bo gjithçka, se kam një farë autoriteti familjare, kam një farë personazhi, që nuk muj e bëj, nuk muj bëj gjithçka unë për pare. Apëden. Edhe thjesht lëndrimi di ka pas hije, u kon vetë si personazh, u kon i tillë, pse jo? Edhe i roj fate, edhe ati i roj tanat mirat. Dy pyetjet fundit për Big Brother. Labinot Regja para 2 ditëve të na ka thonë që Ardit Stafa e ka ngacmu seksualisht. Kanë? Labin. Okej. Edhe u bo shumë me madhe në rrjetet sociale, u komentu negativisht, do me thonë, nga publiku. Po. Qysh esha Labin si personazh? Unë për Labin kom shumë respekt. Unë për Labin kom shumë respekt, se më ka dalë në fund, më ka dalë me i miri, Labi. Apo Labin e Regjen. A më ka dalë me i miri për krejtve. A i dhe më thonë, kër e ka pas baba jem ditlindjen që e pa të mbo një naje, në altë e na atje një nek, ka ardhë, dhe më thonë 5 vizre ka ardhë, edhe në ka bo një naje, e ka bo shiret edhe ka knash naje në krejtë. Veç për shajt, respektit, për babën tam edhe për neve.
është labi është një djalë shumë e ka shpirtin e huaj. Shumë djalësh, është shumë i respektuar, po sa i përket jetës publike që poston nëpër Instagram, unë i kisha thonë edhe i kum thonë edhe kështu nalo. Apo dhe se nuk ja vlen mu, shembull, halo të mirë me big. Le tash. Mos merr më marr pjesë. Le ka kaluar, merr me dasma me sande mos. Po më vesh. A mos si njeri është shumë njeri mirë. Mos thëm krejt mi mbledh bashkë shenkun me karakter. Si ky s'më i bën. A menon njëjtë edhe për Fjolla Morinër? Broki. Dhe që pesë, S'kam koment për ato. Ato mirë të zoti, që shumë mirë dhe i sad. Okay. Edhe pyetja e fundit është prej banorëve, një personazh që e di që e ke pas shumë për qefi, po du me di ta kisët raporte me të me shkurtën. Qysh për qefi? Si banore. Ja, që tu duhesh pak me ndru pyetjen se nuk e... Atë me gjitha respektet ndaj shkurtës, unë nuk më thonë kur që e kam dikon për qefi aty mradhen, po për shkurtën, më del ka njerë që shtu në TikTok kur du me flajt, më del ka njerë në për TikTok. Vane për cilë para se me flajt gjithë. Jo e për qeli, po thjesht ku të hi scroll ka njerë që s'kam shka me bua, dhe unë ka njerë jom broki, po vish ku shkoj me flajtën, e mas punë ku shkoj me flajt. Atër jam edhe unë një qazi broki jam, geek. Edhe thjesht joroj shkurtës, tanës di as shka u ka bën, asaj e pjesë nuk më interesan. Thjesht joroj fat edhe asaj, suksese, edhe joroj shëndet për to e për familjarët e vetë, që e ka shfaq edhe kështu publikisht, sholla veç joni më në zoti. Okay. Jemi në verë edhe të regëm ku kemi kalu pushimet edhe me kënë. Po, unë e menzi tash unë zakonisht verë e kam krejt vitin. Se nuk e presën e verën, po mu di që është... Verat pra ty. Veran pret mu. Këtë është nëzajt që aty, unë kur du më shku shkoj, nuk kam problem. Se e kom pas një rast në tavolin, ishim në Zvicër, ishim të najtë shoqnisht. Ta për ta kalzej një histori kështu të shkurt. Ishtë një shek theke, tha po pakun vera, tha, isha knaq, isha dal. Ka thonë, valloj, thash, ti verë mu e bën kur dush. Thash veç që i bjera planit shka dhe, bo veç dush me pas vlekin. Kështu që unë për mu është vera kur du, unë e boj verë kur du e ku du. Se i kam... Me bo verë si vjetë, pushimet ku? Pasha zotin, unë me Shqipni s'kom qef me ndru san. Unë e Shqipnin e kom për qefi, njëg. Shkoj bëj që aty po shem pak, nashta shkoj në Greqi, po nashta kot në teket, qona keq me gjithë, dalë edhe shkoj në Spanjën e kon. Kur qona mirë, nashta shkoj edhe në Dubai. Me kënë kemi po pushime? Po tash me kanë aty, ajo nuk ka rëndësi fort me kanë. Shkoj nashta me vlla temin, e hypin kërë, shkoj veç unaj, shkoj më knaqën bashkë. Menova që kime shku me shkurtën? Fal? Menova që kime shku me shkurtën? Është kjo emision komedia, është emision... është emision serios. Jo, inshallah si shra kërkata. A ki kontakt me këta të bigut muaz? Ja, me kërkon nuk kam kontakt mu. Edhe ma mirë që ashtu, për mu. As s'dojnë ata me pas kontakt me ty? Jo, ata me desht, ata dojnë më bua dhe sjone. Po është pak problem më bua sjone. A ndrum sistemin pak në komedi. Jo, nuk kom kontakt me kërkëm, se thjesht më kanë dalë jo që ashtu që unë i kom menu, jashtë abigit. Unë thjesht e këputi kontaktin edhe kry ma abeti. Do e qojnë hundën e do menujnë që komedit kush, ma në ashtu nuk kom qef, as 20 herë në gjep si kanë. Ma në ashtu nuk kom qef, unë jam i thjesht. Mu mund është me më pa dhe për shemull, mund është me më po në Dardani të hongër burek. Jo gërt. Jo në restoran kështu. Në shkallë. Mund është me më po të hongër në shkallë. Se kam problem. Unë jam shumë një tip i thjesht. Shumë. Dhe unë e besoj se si cili
duhet me pas për natyre, duhet me pas atë sen. Apo më vesh? Qështu? Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve që ju përgëzoj edhe juve që keni pas mundësinë me më taku. Ishte emocion i papërshkrueshëm. Po, e di, Kalon apo më kfill. respekt edhe për ty botret, kom jarant, kom shok. Respekt edhe për ty edhe faleminderit shumë për ftesën.